se mbështesni kandidatët e pavarur në këto zgjedhje. Në fakt, ma konfirmoi edhe Dionis sota këtë, e kisha në studio, kandidati i pavarur i Vlorës, më thaj që sa po shpalla kandidaturën, më telefonoi zoti Lapaj dhe më thaj që jemi në mbështetje. Po e kam bërë shërtet. Ju, kur thoni në mbështetje, kam parasysh ju bëni fushat mirëfilli për të, kështu? Absolutisht, kam telefonuar zotin Sota, kam e tha telefonuar publikisht, zotin informacion prandaj unë Binaj, do me thënë, këta të dy kam telefonuar. Pa tjetër, do bëjmë fushat për zotin Sota, për zotin Binaj. Do me ne kemi qenë shumë të drejtë në këtë drejtë. Do me thënë i qëndruam asaj që thamë, përtej thashe themit që këtu është sport kombëtar me zhduket. Që si do që të dalë dikush, thosh fishta. Po ke bishta presin, po se ke ta njëzin, thosh. Ne i kemi qëndruar standardit. Në lidhje me Cërrikun, ne po garojmë vetë, drejt për drejt, për dy arsye. Para njerë se nuk doli një i pavarur brënda 2 ditëshit që ne lamë si afat. E dyta, sepse ne duam që në një bashki të provojmë... Me kë po kandidoni në Cërrik? Me zotin Eligert Hima, është i diplomuar në Università Popolare di Milano, është një djalë i zonës, i cili po bën më të mirën që të marrë një rezultat, besoj, dinjitos, dhe ne po bëjmë një fushat shumë, nuk ka një zyrtarisht, po takojmë njerëzit tanë, ku do në atë zonë. Ndërzoj kërkesën për regjistrim KZZ në Cërrikut? Sot, se sot duhet ishte dia afati fundit. Smerem unë me këtë pjesë, po jam i bind që i bëjmë procedurat sipas ligjit. Tani pyetja ishte ndryshe, do vazhdonte pyetja, po ju ndërhyt edhe i kujtuat publikut edhe njerë qëllimet tuaja, edhe për këto zgjedhje. Dim që zgjedhjet e pjesëshme vendore në ato bashki, përfshi dhe Cërrikun, Vlorën, zhvillohen në datë 9 nëntor, ndërkohë për Tiranën e nuk kemi një datë. Tani edhe si jurist ju pyes, do ketë zgjedhje bashkia e Tiranës të pjesëshme apo jo? Në gjykimin tim është e pa mundur të mbajnë në datë 9. 9 jo, se kjo dihet, po thema, do ketë zgjedhje apo do lihet situata kështu derisa të kaloj afati i mbetur edhe pastaj të ketë zgjedhje? Nuk di të shprehem për qasjen që do ketë gjykata kushtetuese. E para një si alejoj vetes ta bëj, po e dyta, realisht, ky është një rast i parë në ojnë e vetë në këtë ojë dimensioni, sepse ka pas diskutime për rastet e deputetëve që nuk paraqiten në detyrë, po aty kushtetuta ka një përcaktim tjetër. Pak më ndryshe, ka një presje, ka dhe një fjalë nga pas. Te rasti i ligjit posaçëm që është ligji 139 për vetë qeverisjen vendore i 2015-s, nuk është fort e qartë kjo pjesë dhe do kërkoj një interpretim kushtetues në nivel të drejtuesve. Pra, ku bet fjalë për drejtues në nivel vendor, a zbatohen të njëjtat parime apo zbatohen vetëm? Jo lexoni ligjin si jurist dhe juristët e kanë atë tendencën për ta interpretuar ligjin. Po, interpretohet në disa mënyra ligji. Dakor, ndërsa ligji i shkruar e zezën mbi të bardhë thotë 3 muaj rresht pa u paraqitur. Si kundërthat ju për deputetët, është pa arsye, ndërkohë që për këtë pjesë është 3 muaj rresht. Nuk e specifikon. Po, 3 muaj rresht. Prandaj është lehtësisht të interpretuar. Besoj unë e thash eksaktësisht kështu, po nëse do një mendim tim është 3 muaj rresht, nuk është shkuar në punë. Kjo është në nivel të ligjit. Se do thonë tani po mbron atë tjetrin, po nuk është kështu, po megjithëse më kërkuat. Jo, po diskutojmë. Po ai që është subjekti i ligjit, është dhe subjekti i kushtetutës, se sipas nenit 116 të kushtetutës, hierarkia normave përcakton që kushtetuta ka e përsi mbi ligjin. Pra fakti që ligji e rregullon deri në një pikë, ndodh që kushtetuta e rregullon dhe pak më lart se ajo dhe këtu mund të hyjë për interpretim pjesa e barazisë së shtetëve përpara ligjit, ose të zgjedhurve, pra do parë, është një çështje ndaj të thashë, nuk ka pas një rast të ngjashëm më parë në dijenin time dhe do parë. Do me thënë, por sido që të vendoset, ne do ecim përpara. Faleminderit që ishit me ne në studio dhe shumë sukses në vazhdim. Faleminderit dhe juve për hapësirën gjithmonë. Faleminderit Ergys për